Në qytetin e Vlorës do të ndërtohet një infrastrukturë e re për pritjen e gazit të lëngshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht për këtë projekt, i cili realizohet në një bashkëpunim mes Shqipërisë, SBA-s dhe Greqisë, është firmosur këtë të martë në Tiranë një marrëveshje $20 miliardë që parashikon bashkëpunim mes kompanisë shqiptare Alpgaz dhe kompanisë greke Aktor LNG. Sipas qeverisë, habi i ri energjetik në Vlorë do të shërbejë si bazë për importin e gazit nga SBA me anije dhe më pas edhe për punimin e tij. Teknologji moderne dhe marrëveshje për furnizime. Pra Vlora do të kthehet në një pikë kritike për energjinë në Evropën juglindore. E nuk mundem përveç se të theksoj rëndësim të nevojës son të dyja palëve të Shqipërisë e të Greqisë për të forcuar lidhjen ton dhe për të forcuar bashkëpunimin ton në shumë mënyra, por posaçërisht sa i takon furnizimit me energji, prodhimit energjetik dhe rezistencës e pavarësisë energjetike. Marrëveshja është firmosur në prani të ambasadores amerikane në Greqi, Kimberly Guilfoyle, e cila e konsideroi si vizion të presidentit amerikan Donald Trump. Është marrëveshja $20 miliardë për gazin e lëngshëm natyror, që tregon se Shqipëria po luan gjithmonë një rol në rritje si një ndërlidhës në Ballkanin Perëndimor, forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe ndihma për të formësuar një të ardhmë më të sigurt dhe të begat për Europën juglindore. Presidenti Donald J. Trump ka qenë një kampion i zjarrt i sigurisë energjetike. Vizitioni dhe veprimet e tij kanë përforcuar faktin se ofrimi i një energjie diversifikuar dhe qëndrueshme forcojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët tanë strategjik. Sipas ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi, me këtë marrëveshje, Shqipëria po merr masa për të ulur ekspozimin ndaj rreziqeve që lidhen me varësinë hidroenergjetike.